Vajza shkoi te hyrja e kompanisë për të gjetur baban e saj biologjik, por aty pa njerëz të panumër që shtireshin sikur ishin fëmijët e tij. Kishte të moshuar, të rinj, madje edhe të huaj. Për shkak se miliarderi kishte një pozitë shumë të fuqishme, të gjithë lakmonin pasurinë e tij. Prandaj mashtruesit shfaqeshin vazhdimisht, duke bërë të pamundur të dallohej e vërteta nga gënjeshtra. Vajza shpjegoi historinë e saj, por u trajtua si mashtruese. Miliarderi, i paduruar, u përpoq ta dëbonte. E zemëruar, ajo e paralajmëroi se braktisja e fëmijës së tij do të kishte pasoja. Sapo mbaroi së foluri, qielli u errësua dhe filloi një stujë fort me shije bubullima, por ai nuk u shqetësua fare. U kthye dhe hipi në makinën e tij. Vajza nuk kishte ku të shkonte. Me vetëm disa dollar në xhep, planifikoi ta kalonte natën poshtë një ure, por në atë moment makina u kthye. Miliarderit ju zgjua një ndjenjë keqardhjeje dhe i ofroi ta merrte me vete në shtëpi. Vajza i tha se nuk kishte shtëpi, sepse babai adoptues se kishte dëbuar. Ai mendoi se ajo po përpiqej t'i merrte para me mashtrim, ndaj zgjati disa para dhe i tha të largohej. Vajza refuzoi t'i pranonte. Pikërisht kur ai po bëhej gati të largohej, në vendngjarje mbërriti i moshuari, kryefamiljari, i cili e qortoi me zemërim pse nuk pranonte vajzën e tij. Ai e mori vajzën për të bërë analizat dhe organizoi një test. Kur dolën rezultatet, miliarderi mbeti i tronditur. Vajza ishte me të vërtet bija e tij biologjike. Ai menjëherë deshi ta merrte në shtëpi dhe të kompensonte vitet e humbura, por vajza mbeti e ftohtë. Ajo tha se ishte tashmë 17 vjeçe dhe kishte nevojë vetëm edhe për një vit mbështetje. Pasi të hynte në universitet, do të bëhej e pavarur dhe do t'ia kthente të gjitha parat. Qëndrimi i saj i ftohtë e bëri atë dyshues, ndaj urdhëroi menjëherë një hetim. Të nesërmen, raporti mbërriti dhe ai më në fund mësoi të vërtetën. Vajza kishte bredhur rrugëve që në moshën 3 vjeçare. Në moshën 7 vjeçare ishte birsuar. Fillimisht jeta e saj ishte mirë, por pasi u kthye vajza biologjike e babait adoptues, ajo filloi të lihej pas dore. Për vite me radhë nuk kishte ushqim dhe rroba të mjaftueshme. Motra adoptuese akuzonte vazhdimisht padrejtësisht dhe babai adoptues u besonte gënjeshtrave të saj, duke dërguar vajzën në një qendër korrektuese për të mitur. Ajo vuajti tortura të pafundme atje dhe kaloi 3 vite plot dhimbje. Kur doli, u dëbua nga shtëpia dhe mbeti krejtësisht pas tre. Miliarderi u zemërua shumë dhe vendosi t'i kërkonte drejtësi, por vajza nuk dinte asgjë për këtë. Të nesërmen ajo shkoi në shkollë, por u tall nga shokët e klasës. Ata e mendonin të dobët, por këtë herë ajo nuk pranoi të duronte më dhe u kundërpërgjigj menjëherë. Ngjarja u përhap shpejt. Babai adoptues mbërriti me nxitim në shkollë dhe e qortoi me zë të lartë, duke kërkuar që shkolla ta përjashtonte. Edhe prindërit e tjerë ranë dakord, duke akuzuar për sjellje të keqe dhe madje kërcënuan se do t'i transferonin fëmijët e tyre në një shkollë tjetër. Drejtori u vu në presion dhe u përgati ta përjashtonte menjëherë. Pikërisht në atë moment, miliarderi u shfaq me një shprehje të ftohtë në fytyrë, duke i heshtur të gjithë. Ai shkoi drejt te vajza dhe e pyeti pse nuk i kishte treguar për mbledhjen e prindërve.